Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë e tij të cilat nuk kanë fund. Salavatet ja dërgojmë pejgamberit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Ndoshta disa hadithe, ndoshta disa fjalë, ndoshta disa shpjegime dhe përsëriten me kalimin e kohës. Mirë po, Allahu xhelle xhelalu na ka mësuar neve besimtarve në Kur'an duke thënë, përkujto sepse përkujtimi bën dobi, sidomos në çështjen e sunetit. Unë do të pyes të nderuam, më fal xhamatin e nderuam, në cilin muaj kalendarit hënor gjendemi? Mos u nxito, se ngjove ditën e xhuma. Po të pyesë para 2 ditëve, do e dije? Megjithatë, elhamdulillah, kjo është shenjë e mirë. Pse? Kur e dëgjon diçka e fikson, do thonë e mëson. S'ka rëndësi e mësove para 2 ditëve apo e mësove para 5 vjetëve. Problemi s'është këtu. Problemi pse shumica e xhamatit shikon me habi dhe nuk din se në cilin muaj kalendarit hënor gjendemi. Ashtë. Nëse vjen ti për herë, do të bëj 2 herë. Inshallah. Ç'a ndodhesh, shikojeni. Ne nuk dim, e kemi përsëritur këtë lloj cikli me punën e kalendarit hënor, nuk dim muajin e kalendarit hënor ku gjendemi, nëpërmjet nëpërmjet atyre muajve që ne kemi, Islami është ndërtuar mbi ato muaj dhe në muaj diellor. Të gjitha festat fetare, të gjitha adhurimet, qofshin agjërime, qofshin namaze, qofshin gjithçka lidhen me kalendarin hënor dhe nuk lidhen me kalendarin diellor. Por dhe historia e Islamit lidhet me të njëjtin kalendar, me të njëjtit muaj. Ignoranca jonë se në cilin muaj gjendemi, edhe aq më shumë se çfarë ka ndodhur pikërisht në këtë muaj në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, bën që këtë lloj boshllliku ta zën çfarë? Risi dhe bidatet e ndryshme. Pra ne dhe ne pyesim hoxhallar të ndryshëm, xhamatin, siç thash parë, pyet dhe gjen xhevap ndryshe nga i tjetri. Apo jo, ju kemi thënë më parë fjalën e Abdullah ibn Abbasit, i cili thotë çdo vit që kalon tek muslimanët vdes një sunet dhe ringjallet një risi. Do të thonë një bidat. Çfarë do thotë vdes një sunet? Do thotë ai sunet nuk është më i njohur tek njerëzit. Dhe vendin asaj do ta zej risia, do ta zej bidati, diçka e re që ka ardhur, domethënë në diçka e re që ka ardhur në Islam. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an thot: "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka dhënë, merreni, dhe nëse ju ka ndalu për diçka, largoni prej saj. Ne si muslimanë kemi zbatuar këtë ajet. Bëhet fjalë për urdhëresat fetare, qofshin ato në Kur'an, qofshin ato në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Problemi nuk është se ne po flasim për një sunet që në shkencën e fikut ka përballë me kruhin, ashtu sikur vaxhibi ka përballë haramin. Nëse një detyrë nuk e zbaton në Islam, përballë asaj detyre çfarë është? Harami. A nëse nuk zbaton një sunet, përballë saj çfarë është? Mekruhi, që do thotë diçka e papëlqyeshme. Nuk po flitet për këtë lloj suneti. Për shembull, 2 sunetet e drekës apo 4, i fale ose jo. Nëse i fale, merr shpërblime. Nëse i lën, atëherë më fal ke bërë diçka e papëlqyeshme, mirë, nuk ke gjuna. Ose nuk agjërove për shembull ditën e hënt apo ditën e han. Nëse agjeron, ke shpërblime. Nëse e lën pa agjëruar, domethënë, thjesht nuk e zbatu diçka që të bën ty të afrohesh më shumë te Zoti dhe të marrësh më shumë shpërblime. S'po flitet për këtë këndvështrim, po flitet për një këndvështrim tjetër. Për atë që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, iyyakum wa muhdathatil umur. Kujdesni, thot, dhe ruhuni nga gjërat e reja në fe, nga risi, domethënë në fe. Nëse ne do të pyesim, më trego disa risi, nuk du shumë, vetëm 5. Nëse s'munesh 3, nëse s'munesh 1.
Mund vidi kush me bidate ndryshme, nëse është i kthjellum dhe ka lexuar apo ka mësuar fjalë fen, alhamdulillah në një formë të mirë. Por shumica do të ngrinë supet dhe do të thonë që vallai, ku diun çfarë është bidati? Nuk diun ku ka bidate kështu më radh. Ibn Abbas i thotë, do të vi tek muslimanët pra gjendja që çdo vit do të vdes një sunet, do të shuhet, nuk do njihet e njerëzit dhe do të ringjallet një risi. Në cilin vit kalendarit hënor gjendemi? Në cilin vit? 1435, mashallah. 1435, që do të thot, si pas fjales i Ibn Abbasit, minimumi, ne sot kemi 1435 hadithe të panjohura për xhamatin, dhe vendin e këtyre haditheve e kanë zënë 1435 risi të ndryshme. Ndërkohë, ti ngren supë dhe thot një bidat të vetëm nuk s'po e gjej dot me ta thënë. Atëherë ja t'u gjeun diçka. Që ta kuptoni. Sa herë që vjen muaji Ramazan, çfarë na kujton neve muslimanëve? Agjërimin rreth parë që është vaxhibi, më njëherë mas agjërimit do shkojmë te teravit. Bukur. Po pastaj këndimin e Kuranit shpesh që kanë bërë selefët. Pse se sa herë që vjen, më fal, rikthehet ky cikël, sadakaja e ndryshme, iftarët e ndryshme që shtron ti për dikë që ka nevojë. Në të njëjtën kohë, nëse ke lexuar akoma më shumë, direkt shkon menja prit, se në Ramazan është bërë lufta Bedrit. Po lufta Bedrit ka qenë lufta e parë vendimtare ndërmjet muslimanëve dhe jo besimtarëve Kurejsh, të cilët i bëri ata të njihen. Pra Ramazani për atë që për muslimanën në vërtet përveç adhurimeve e bën të kuptojë dhe disa gjëra tjera që janë shumë të rëndësishme. Nëse vjen muaji Rexhep, neve si musliman çfarë na kujton? Nëse kemi lexuar kalendarin, diher do të hovim, do të themi, po, muaji Rexhep na kujton natën e Regaibit. Muaji Rexhep na kujton natën e mirë. Natën në të cilën e ama pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Amineja ka kuptuar se është shtatzan. Me kë? Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë është një natë e madhe që duhet ta festojmë. Imagjinoni thjesht arritëm me ditë se në këtë natë Amineja është bërë shtatzan, po çfarë do bëjmë ne kur të lindi? Kur të lindi do bëjmë kështu gjëra madhështore fare. Pra nëse thjesht me natën e Regaibit ne madhurojmë Allahun xhelle xhelalu nga gëzimi i madh se nana e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka kuptuar se është shtatzan, po me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë neve nuk duhet përkufizohemi me një natë, por duhet përkufizohemi me një muaj, me një vit, ndoshta edhe me një jetë. Kjo është logjika atyre personave të cilët ecin me matematikë logjike dhe jo matematikë të shariatit. Kur thot pejgamberi alayhi salatu wasalam sallu kama ra'aytumuni usalli, faluni ashtu sikur më keni pa mund të ku fal. Nuk thot gjithse kush i faluni si të keni dëshirë, veç falu, ama falu si ke dëshirë. Khudhu minni manasikakum, kur shkonin në haxh, i drejtu sahabëve kur ishin në haxh, merrini prej meje rregullat dhe formën e haxhit. Dhe jo gjithse kush i shkojmë një fjalë në hesab vet. Ky urdhër i haxhit dhe ky urdhër i namazit, por dhe urdhrat e tjerë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, çfarë na tregojnë neve? Na tregojnë se format e ndryshme në shariat i ka caktuar vet Allahu xhelle xhelalu nëpërmjet pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe jo nëpërmjet neve. Lind pyetja, po natë e Regaibit me gjithmen që ka kalu, a ka ndonjë lloj bazë në fe? Atëherë ti mos u mjafton me atë që shkruhet në kalendar, apo me ndonjë libër me fjalë që ndoshta mund të jepet dhe falas, ose dhe mundesh ta kesh blekë harxhu lekët për atë libër dhe thot, natë e Regaibit ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e kalon natë me adhurime të mëdha, me fjalë, edhe të njëjtën e parë të muajit Rexhep, ditën e kalon me agjërime, po ashtu dhe ditën e Xhuma e kalon me madhurime të ndryshme, atëherë do t'i falen gjitha gjunahet dhe në xhennet do të pi ujë nga një lumë që quhet Rexhep. Mashallah. Pra jo vetëm që ne ka Rexhepi, por pas e madhurimit të tilla që në xhenet që ka dhe një lumë tjetër që quhet Rexhep, dhe do të pim nga një lumë. Në rregull. Ku janë transmetuar këto hadithe? Si ka mundësi që festimi i parë i kësaj nate ka ardhur me fjalë shekuj mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe trilluesi i cili ka gënjy këtë hadith në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam është një person që quhet Ali ibn Abdullah ibn Jahdam.
Ali ibn Abdillah ibn Jahdam, a dini se kush ka qenë? Ka vdekur në vitin 414 hijretit. Imagjinoni kur ka vdek. 414 vjet mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas hijretit. Që do të thot, shikoje sa, më fal, jo vetëm që është risi e sajume, e trillume dhe e shpikme, por shiko sa pas më fal nga shekujt e parë. Po ky vet Ali ibn Abdillah ibn Jahdami, kush ka qenë? Ky ka qenë koka e sufistëve në kohën e vet. Pra su bëhet fjalë për një xhamatli që hajde mëse gënjen nga herë tash i funit inshallah mësohet. Është koka, është një kokë që ka xhamat, është një kokë që ka dëgjues, është një kokë që ka pasues. Ato e dëgjojnë, e përhapin nëpër vende dhe njerëzit të cilët janë në punë të ndryshme, qoftë ato në punë për shembull në punishte ndryshme, apo në oborët e tyre, apo në arët dhe pemishtet e tyre, apo në fabrikat të ndryshme, ku ta diun, ai s'ka më kohë studiojë, e ngjon atë, sidomos kur ka një pamje të një fetari të mirë, të një muslimani të mirë, e shikon kur ndoshta qajnë mi fjalë kur falin namaz, subhanallah, na paska ikë natë e mirë. Kur të vi vitin tjetër me fjalë do ta tekin fare me fjalë me hall, me baklava, me omëlsina ndryshme, pse se duhet edhe trupit marri forcën e vet, dhe forca nuk vjen vetëm se nëpërmjet sheqerit, që tep energji momentale. Por ne duhet omëlsina, dhe jo mishi, se mishi ka kursim, ka ashtu. Okej. Ç'a noll tash? Noll që njerëzit shikoni si mashtrohen. Prandaj dhe sot me të drejtë dikush pyet, po këtë pyesim dhe si të sigurohemi që ai i cili po na jep përgjigje meriton përgjigjen? Apo na jep diçka të saktë, një hadith të saktë apo një hadith trillum? Ndërkohë që ata cilët kanë trilluar në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vallahi nuk janë thjesht njerëz të rëndomt. Thot Imam Suyuti, wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma bada'u. Në shkallët e gënjeshtarëve që kanë gënjur në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më të këqij thot janë ata sufist, e ka përmend vetë me fjalën, janë ata sufist të cilët gënjejnë për hir të Allahut. Subhanallah. Me gënjy në emër të Zotit, me gënjy për hir të Zotit, me gënjy duke menduar se do marrësh probleme. Po në cilën formë? E shikon që xhamia është boshatis, e shikon që kur falet namazi për shembull, kjo xhamia jonë është e madhe, zen për shembull 15 safe nga 60 vet, që i bjen mi fjell dikush të 700 vet, apo ti? Për namaz sabahu për shembull, një saf nuk plotësohet. Për namaz akşami që ka më shumë, ja 3 safe. Pse kjo është xhamati? Do të ketë më shumë, edhe del atë në treg, edhe thot mi fjalë, o ju njerëz, kush vjen në xhami në kohë të ikindis, ikindia është 0 për shembull, s'ka shumë. Kush vjen në xhami në kohë të ikindis dhe falet dhe përkushtohet, në faljen e tij e ka mendin aty dhe lexon nga 2 faqe Kur'an mrapa, pastaj mundohet me dhon sadaka ku diun, Allahu xhelle xhelalu do t'i japin xhennet ara pa hesab, e shpërblimet të pamata, e shpërblimet përhershme kështu me radhë. Njerëzit mi fjalë, o xheneti ka shmëlloja mi fjalë për 2 faqe Kur'an, hajtë se po vim kohën e ikindis. Ai këtë e bën për hir të Zotit, duke menduar se po ta afroj këtu në mënyrë që ta afroj në adhurimin e Zotit, por metoda është gabim. Udhëzimi është në dorë të Zotit. Ti e këshillon tjetrin. Nëse vjen, mirë. Nëse nuk vjen, themi o Zot udhëzoje filanin i cili nuk do të vi, mi fjalë në xhamit Allahut subhanahu wa taala, por jo të gënjejmë në emër të Zotit. Dhe jo të gënjejmë në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë lloj forme janë shpikur dhe trilluar netët e mira, që sot zihesh me pleqt nëse ja kujton netët e mira, duke i thënë që mos u merrin me këto net, sepse nuk kanë bazë në fe. Thot astaghfirullah për na prish fen ky. Ajo është feja e ai. Në shumicën e rasteve pleqt populli vet jashtë, çfarë mendon nga feja? Feja është kur të vi hana me vlutit bëjmë një me vlut, kur të vdesi njeriu të marrim hoxhën, ta laj, ta qefinosi, ta parfumosi, ti fali xhenozën dhe ta shtin dhe. Kështu i thonë, ta shtin dhe, ta varrosi domethënë. Për hir të Allahut gjithmonë. Dhe në fund fare ç'ndodh? Në fund fare ti kënojmë dhe një Yasin, edhe kët njeh populli, edhe më falni se harrova diçka, edhe netët e mira. Shpërblimet pasaj, dikush 30, kush dish 50, kush dish 70, kjo është çështje tjetër që është tregti. Nuk futemi, ne po flasim për fenë, po flasim për tregti. Për bizneset ndryshme. E rëndësishme është që një popull me të vërtetë, ky është realiteti ynë që këtë njeh nga feja, nuk njeh gjë tjetër. Prandaj dhe shikojmë me sy tan, shumë për atyre njerëzve të cilët i thojnë vetes musliman, sa herë vjen koha caktuar i shikon te kisha e laçit.
apo i shikon me i fjalë në vende të shenjta, apo mos o Zot me i fjalë kur e ndërtojnë një shtëpi, e presin një kurban me i fjalë edhe gjakun e derdhin te themelit të shtëpisë, pse që ti eci mbar. E kam thonë dhe e them prapë, do të ka të them me i fjalë, do ta them nëse nuk ka udhëzim nga Allahu xhelle xhelalu, shqiptarët të vogël, populli i vogël domethënë, janë depot dhe magazinat më të mëdha të besytnive. Edhe pse ne vetes i themi musliman, besytni nga më të ndryshmet, besimi nga më të ndryshmet, kënejmë ata pse kur vjen Bajrami, i fusim baklava me fjalë dhe u festu. Nuk është ky Bajrami. Bajrami është me fjalë që kur ti japësh rëndësi xumas më shumë se Bajramit, ajo është me fjalë adhurimi vërtet. Pse? Bajrami është sunet, më valla. Xumaja është vajxhib, namazi është vajxhib. Namazet me fjalë janë detyrime. Kurse për Bajram si e fale, si nuk e fale, nuk merr gjinof te Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse janë sunete, janë namaze sunete. Edhe pse janë sunete të forta, ato nuk janë të detyrueshme për ty. Këta ka thënë shumica e dietarëve, po semi nuk është tema jonë që të përmin argumentet pse namazi i vitrit apo namazi i Bajrameve nuk hyn tek vajxhibet, po hyn tek sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani sa herë që vjen muaji Rexhep, e shikon në për libra të ndryshme, në për fletushka të ndryshme, apo në Facebook, apo në internet, në faqe të ndryshme, rreshtojnë hadithet, atë hadithin që thash pak më parë për natën e Regaibit, dhe hadithet e tjera, vlera e muajit Rexhep në krahasim me muajt e tjerë të kalendarit hënor, është sikur vlera e madhe që ka fjala e Zotit nga fjala e krijesave. Atëherë ti kur lexon dy fjalë, dy gërma nga libri Allahu xhelle xhelalu Kur'ani, ke shpërblim 10 fish. Që do të thotë, nëse adhuron Zotin në muajin Rexhep, ndryshe nga muajt e tjerë, e ke sevapin 10 fish me fjalë, pikërisht sepse po çosh në këtë muaj. Po pse Omeri radiallahu anhu në kohën e tij, kur shikonte disa prej tabiinëve, të cilët mundoshin të sillnin adhurime më shumë në muajin Rexhep sesa në muajt e tjerë, duke mendu pikërisht nga e kishin këtë lloj trashëgimie, i Zot e din, Omeri radiallahu anhu me thubrën e tij e durrë al-Umarije që më fjalë, shkonte, jo vetëm ndalonte, por shkonte dhe i godiste. Çoni, mos adhuroni Allahun xhelle xhelalu në këtë lloj forme. Pse? Mos krahas ose më fjalë, mos bëni dallim ndërmjet muajve. Kur të vi Ramazani, kemi një agjërim, kemi një teravih, kemi disa punë të tjera që kanë ardhur me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ardhur në Kur'anin Allahu xhelle xhelalu. A kur të vi muaji Rexhep, s'keni pse dalloni nga muajt e tjerë. Ashtu sikur nuk keni pse dalloni një ditë nga ditët e javës në krahasim me ditët e tjera. Mirë po ja që mas Omerit radiallahu anhu, kur nuk ishte më personalitetet dhe autoritetet mëdha, hieran si Omeri radiallahu anhu që me njëherë dhe njerëzit shpërndashin, atëherë shikoni se çfarë trilloni njerëzit edhe shpiknin më pas me fjalë në shekujt më pas. Kush agjëron një ditë nga muaji Rexhep, do të pi ujë nga lumi Rexhep. Ku? Në xhenet. Rexhepi i dunjas të afron te Rexhepi i xhenetit. Hadithi i shpikëm dhe i tryllum. Kush agjëron 8 ditë nga muaji Rexhep, do t'i qelen 8 dyert e xhenetit ditën e gjykimit. Hadithi i shpikëm dhe i tryllum. Kush agjëron, se norsa përton për 8 ditë, kush agjëron 7 ditë nga muaji Rexhep, do t'i mbyllen 7 dyert e xhenemit në ditën e gjykimit. Hadithi i shpikëm dhe i tryllum. Po sa ka, sa dush, pikërisht për Rexhepin. Imagjinoj edhe i kanë bodhe një lumë xhenet me emrin Rexhep, imagjinoj çfarë bën në dynja. Kush agjëron të enjten e parë dhe kalon po ashtu me adhurime mi fesish përmenda unë në fillim të ligjëratës, por dhe xhuman e parë e kalon po ashtu me madhurime të ndryshme, ky jo vetëm që do t'i falen të gjitha mëkatet, do të pimi fjalë nga lumi i Rexhepit në xhenet, jo vetëm kaq. Do të kesh mundësi të ndërmjetësosh për familjarët e tuaj 70 vet. Allahu Akbar. Imagjinoni se si i merret menja, i blehet menja xhamati duke thënë: "O Zotni, agjëro të njëjtën e parë dhe adhuroj Zotin në këtë natë, po ashtu dhe me fjalë në xhuman që me një herë dita që pason, imagjinoje një herë në vit është shkreta, nuk përsëritet më, një agjërim dhe një adhurim, ditë ente dhe ditë premte. Atëherë ditën e gjykimit, jo vetëm që ti që ke sigurt xhenetin, por do të morë edhe 70 vet me vete nga familja." Edhe ky hadith i tryllum dhe i shpikëm. Mirë po e këto janë ato hadithe të cilat kanë zënë vend, jo vetëm në Shqipëri, për në botën islame ku flitet arabishtja,
që e kanë mundësi më shumë me shku tek e drejta dhe të vërteta dhe të hadithit e sakta të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Pastaj kur i pyesim meletin që na thuaj një bidat të vetën, çfarë do të thotë? Do të ngri supet. Vallahi ku diun, jo, ore ka bidatën, e di që ka, po kam gjuhë mi feq janë bidatë të mira. Sepse bidati është dy llojesh, bidati i keq dhe bidati i mirë. Fillon të justifikoj dhe punë e bidatit, në rregull. Kush e thot këtë? Hoxha, libri, fletushka. Mirë po Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu çfarë thot? Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Çdo bidat çon humje, dhe sikur njerëzit ta shikojnë të mirë. Marë mohabeti. Pyetja që boni vllai në fillim, çfarë ishte? Mënyra e pyetjes se si duhet të jetë, apo jo? Dhe përgjigja e hoxhës se si duhet të jetë. Nëse ti don të marrësh xhevap, mos pyet Mustafën, o Mustaf bidatin në sa pjesë ndahet? 2 apo 5 apo 10 apo 15? Jo, më pyet. O Mustaf, çka kanë thënë me fjalë të parë tan për punën e bidatit? Edhe më detyron me fjalë. Nëse nuk e di, më shku me lexu. A nëse e di them, ka thënë Abdullah ibn Omeri, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana, çdo bidat të çon në humje dhe sikur njerëzit ta shikojnë të mirë. Fjala e Ibn Omerit, a mund ta krahasosh më me ndonjë fjalë që vjen poshtë e gjeneratëve aq më tepër 14 shekuj më pas? Nuk e krahason dot më. Është një peshore e madhe. Mirë, po do të thosh mi fal, oh, Allahu shpërbleft, kam besim të ty se në punë na sjell gjithmonë fjalë kështu hadithe dhe thënie selefësh, po nuk është e mundur që ndoshta ke kuptuar gabim fjalën e Ibn Omerit. Siguro. Mund pyesësh, fjalën e Ibn Omerit ndoshta ka pasur një qëllim tjetër, ndoshta ka një fjalë tjetër Ibn Omeri, po shikoj çka kanë thënë sahabët e tjerë funit. Atëherë do të them valla, do të munohem që të sjell diçka nga sahabët, u kujtova. Kemi Hudhejfen i cili thot: kullu ibadatin lem yata'abbadha ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam tatruk lil akhiri maqala. Çdo praktik, çdo adhurim, çdo rit që nuk e kanë praktikuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e praktiko as ti, sepse të parët tan nuk kanë lënë gjë për me thënë për të vonshmit. Kjo argument mi fen më i fortë se Ibn Omeri, që jo vetë që mos të sajosh, por mos fol hiç, sepse nuk kanë lënë të parët ton ty për me fol asnjë gjë, çdo gjë është e gatshme. E gatshme si formë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e gatshme si shpjegim nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ka mundësi të vim ne të shit kundërshtojmë ato, themi që jo ka të mira, ka të kështu, ka ne të mira, ka kjo, ka ajo, me fjalë, vetëm një plaku 70 vjeçar që gjysma e dëgjimit i ka ik, gjysma e refleksit i ka ik ose shumica, memoria nuk i zen më, fliti sa dush me i fjalë thuj, të boftë mirë i thot me i fjalë ik muqëro mos fshaj herë tjetër, e kështu me radhë, ky ndoshta nuk kupton. Atëherë çfarë themi për këtë? Ky është në dorë të Allahut xhelle xhelalu, Zoti ka mëshirën e madhe, nga ignoranca që kanë njerëzit Zoti e fal. Mirë, po nëse je i ri, ke logjik, ke arsye, ke mendje të shëndosh dhe nuk më pyet mu, o Mustaf, çfarë thu për këtë? Jo, çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si kanë shpjeguar hadith sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse nuk kemi ndjek atë lloj rruge, ka ndodhur kjo që po ndodh sot, jo vetëm në Shqipëri siç e thash, jo vetëm në Ballkan apo në pjesën evropiane ku jetojnë muslimanët, por deri dhe në shtetet arabe, deri dhe në vendet mi fjalë ku ka dietar të mëdhenj. Sepse kur janë përhap me fjalëtorisi të ndryshme dhe bidatë të ndryshme, në kohën e dietarëve të mëdhenj që kanë vdek, është më se normale që të përhapen edhe sot. Unë pse e lidha në fillim të ligjëratës me çështjen e Rexhepit, në cilin muaj kalendar të hënor gjendemi? Tash se besoj, ngrin cupat, gjithë do thënë Rexhep. E morën vesh që është Rexhepi. Lind një pyetje tjetër, çfarë ka ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pikërisht në muajin Rexhep? Isra dhe Miraxhi, rregull. Një thënie që thot që tregon se është bërë, se ka kontradikte kjo. Por diçka është ajo, Isra dhe Miraxhi, po diçka e sigurt. Jo, ti fol, po duket që ke pas mirë të hutbes xhumas. Alhamdulillah, në rregull. Kjo prapë është shenjë shumë e mirë. Në vitin e 5 të jo hijretit, po të pejgamberllëkut,
kur është shfaq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si profet në moshën 40 vjeçare, 5 vjet më vonë në kur ka qenë 45 vjeç, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga persekutimet e ndryshme dhe problemet e ndryshme që u sillnin banorët e Mekës, muslimanëve të pafuqishëm, që nuk kishin fis, nuk kishin forcë, nuk kishin pushtet, nuk kishin pasuri, nuk kishin mundësi të mbronin vetvetet e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk gjeti dot zgjidhje për ta, vetëm se u tha, shkoni në Abisini, pra shkoni në Etiopi, edhe pse ata janë të krishterë, janë më të mirë se Kurejshët. Pse? Të paktën ata kanë një sundues të tyre që është i drejtë. Refugjat. Shkon të kata, rrin për një farë kohë, nëse Meka bëhet muslimane kthehesh prap. A nëse siç u bë Medinë një qytet tjetër, atëherë shkon prapë te muslimanët. Por kohësisht largohu nga i personi i cili lufton fen. Pse? Gjëja më e shtrenjtë që ka njeriu në këtë botë është feja. Atëherë duke qenë se feja është gjëja më e shtrenjtë, ne do të mundohemi ta ruajmë atë fe ashtu sikur ruajmë një diçka më të shtrenjtë që kemi nga pasuria jonë. Ora shkurtimisht më valla. Ke një smundje. Shkon te doktori. Edhe doktori me fjalë është i luhatshëm, për shpejt me fjalë se do me marr lekët, se sot doktorët shoqyr nuk të konsiderojnë pacient, por të konsiderojnë klient. Marroj çështja se di edhe i mohabet. Çanall. Ai do të thotë që të mori atë lekët e veta, ti jep një ilaç shpejt, që jo vetëm që ilaçin ta ka dhënë gabim, problemi është tjetër që është diçka dum. Do të thonë imagjinoj që bëhet me popullin sot. Kur ti dëgjon dikë tjetër, një doktor serioz, që është human mbi gjitha, është human. Dhe rastësisht dëgjova që për këtë lloj smundje ai ka përshkruar një ilaç tjetër, një kurim tjetër. Çfarë do të bësh ti? Menjëherë do ta lesh te, edhe do të shkosh atje. Pse? Nuk luhet me shnetin, nuk luhet me syt, nuk luhet me zemrën, nuk luhet me stomakun, nuk luhet me fjalmat organet e njeriu që janë të domosdoshme për jetesën e tij. Nuk është se s'ke një gish me 4 gish prapë ecën njeriu, han buk i bën gjitha. Mirë po, me shqisat e tij, me organet me fjalë kryesore që ka trupi brenda, nuk bëhet shaka. Atëherë do neglizhosh ti për me thënë që mi se ky mjek edhe ky mjekun po marr këtë me fjalë. Jo, më njëherë do shkosh. Kjo e feja Allahu xhelle xhelalu është më e shtrenjtë se sa kjo që ne përmendëm. Më e shtrenjtë se trupi yt. Sikur Allahu xhelle xhelalu të sprovoj dhe ti të paralizohesh, Zoti na rrit nga ato sprova të mëdha, dhe nuk lëviz fare, vetëm mendjen ta kesh të shëndosh, prap e ke detyrë të madhërosh dhe të njësosh Allahun subhanahu wa ta'ala. Wallahi ke detyrë edhe nëse je i smur në këtë lloj forme, në këtë lloj sprove kaq të mëdha. Çfarë ndodh? Njeriu gjithmonë duhet të ruaj atë gjë që ka më të shtrenjtë në vetveten e tij. Çfarë është? Është feja. Për çfarë ta ruajnë fen? Thjesht që unë jam musliman? Jo, të ruaj fen e tij nga devijimet. Pse sot sa herë vjen muaji Rexhep, do të shkojmë tek nata e mirë e Regaibit, do të shkojmë tek ato hadithet e trillura dhe shpikura që ne i rënditëm, ka dhe tjera sa dush faktikisht, por më kryesorët janë ato që unë përmenda. Dhe çfarë ndodh? Nuk na shkon ndërmend që në këtë muaj hijreti i parë i muslimanëve ka ndodhur me fjalë nga Meka në Etiopi. Po në vitin e 10 tashi të pejgamberllokut, 5 vjet më pas, ka vdekur Ebu Talibi. Ebu Talibi ka qenë xhaxha i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, punë ditësh ka vdek dhe Khatixha. Ebu Talibi vdiq në muajin Rexhep të kalendarit hënor. U mërzit dhe u pikëllu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse u pikëllu? Sepse kur mori vesh që është në gjendjen e fundit dhe pun momentesh, pun çështje kohe, domethënë i del shpirti, nuk është plak, e ka marrë smunja, e ka marrë me fjalë dobësia, nuk shpresohet që të jetoj më. Menjëherë shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ti përmendte fjalën la ilaha illallah, ti përmendte tauhidin. E shikon aty Ebu Gjehli dhe Abdullah ibn Umayya ibn al-Mughira, dy nga kokat e Kurejshve. Nuk ju drejtu fare këtu, në të s'kishte kohë për mi i thanë që ju të dy që doni këtu, ky është xhai im, nuk keni punë ju të dy me xhain tim. Nuk ishe kohë ti fliste atyne. Menjëherë ju drejtu Ebu Talibit duke thënë: "Ya ammi, qul la ilaha illa Allah, kalimatan ashhadu laka biha inda Allah." O xhai im, thuje këtë fjalë, njësoje Zotin, vetëm një Zot duhet të adhurohet, nuk adhurohen putat, nuk adhurohen idhujt. Ebu Talibi që ishe në shtratin e vdekjes, e shikon të nipin e ti, mirë për nuk e lejnë në rahat të dy tjerët, edhe shikon të këta dy. Kur shikon të këta dy, këto ja këthenin: "Ja Eba Talib, e tërgabu an milleti Abdil Muttalib." O Ebu Talib, donë të lesh ti rrugën e të parve tuj, donin të abonin Ebu Talibin peng të opinionit.
Nëse do bosh musliman, çfarë do thot Mekja për ty? Ebu Talibi burr i madh, burr matoritet, burr hieran, shkoi mas fjalëve me fjalë nipit vet, edhe e la Abdul Muttalibin babën e vet, dhe la kokat e mëdhenjve me fjalë të Kureshve. Shiftej, vjen hadithi e Buhariut dhe Muslimi. Çfarë thot hadithi? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mazala ya'riduha alayhi, vazhdimisht i thonte: "O xhaxhai, më thuje këtë fjalë që dëshmoj për ty si musliman ditën e gjykimit, që të shpëtosh, thuje këtë fjalë, wa ya'udani bi tilka al-maqala", dhe ata me fjalë e përsërisin i fjalën e vet. Jo, mos e thuj. Thuje la ilaha illallah. Jo, mos e thuj. Vdiq Abu Talibi. Vdiq ala millati Abdul Muttalib, në rrugën dhe fen e kujt? E babait vet Abdul Muttalibit, me fjalë në adhurimin e idhëve. Dhe nuk e pranoi la ilaha illallah. Pse u mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? U mërzit ai shumë sa tha: "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank." Unë do t'i lutem Zotit që ty të fal pa mbarim. Pra derisa të vi një shenjë nga Zoti: "O Muhammed, mjaft se unë e kam falë atë." Donte të kërkonte falje dhe ka kërku falje. Pejgamberi alayhi salatu wasalam mirë, por nuk zgjati shumë. Zbret Xhibrili alayhi salam me ajetin kuranor ku thot Allahu xhalla xhelalu: "Ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Nuk i takon pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam dhe as pjesëtarëve të tjerë të Islamit, domethënë besimtarëve të tjerë, që të kërkojnë falje për ata njerëz të cilët kanë vdekur në mosbesim. Ai derisa t'i vi shpirtin fyt e ka pas kufirin. Nuk do të më fal me mendimallsinë e tij apo arsye të tjera. Ajo është çështja e tij, pastaj mos kërkoni më falje për këta njerëz. Zbret ajeti duke qortu pejgamberin alayhi salatu wasalam: "Walau kanu uli qurba", edhe nëse ata janë të afërmit të tyre. Në rastin ton ishte xhaxhai i vet, Ebu Talibi, xhaxhai i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Imagjinoni dëshpërimin e madh pse Ebu Talibi nuk u bë musliman. Edhe vdiq sepse Ebu Talibi jo vetëm që nuk ishte problemi vetëm që nuk u bë musliman, ishte edhe problem tjetër. Sa ishte gjallë, i kishte sfiduar gjithë Kureshët: "Këtë njeri këtu që quhet Muhammed, mos ta preki njeri me dorë se ka punë me mua." Ai edhe pse ishte pabesimtar, përfitoi nga forca, autoriteti dhe pushteti i tij pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mbrojtësi më i mirë i brendshëm dhe ndihmuesja më e mirë gruaja e vet, Hatixha, i vdiq. Mbrojtësi i jashtëm i fjalë shtëpisë, Ebu Talibi, dhe i vdiq. Pra mbrojtësi tek njerëzit. Imagjinoni dëshpërimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lind pyetja: kur vjen muaji i Rexhepit, a na bën neve ky muaj të mendojmë se sa prej familjarëve tan vdesin në shirk dhe nuk e dëshmojnë fjalën la ilaha illallah? Sa prej familjarëve tan vdesin në bestytni të ndryshme? Sa prej familjarëve tan vdesin duke shkuar te kisha e Laçit apo në vendet ashtu quhet të shenjta? Nuk është çështja se është kish apo xhami, edhe xhami me qenë, nëse shkon me njetin se ajo xhami do të shëroj, edhe ajo hyn me fjalë të gjërat e ndaluara. Nuk ka lidhje të jetë kish apo të jetë sinagogë e xifutëve apo të jetë xhami me fjalë e kujt? E muslimanëve. Deri dhe Qabja, që është faltoria më e mirë në të gjithë rruzin toksor, nëse ti shkon në Qabe me njetin se Qabja me fjalë aty është një vend i shenjtë që ajo do të shërojë ty, nuk ka gjë prej krijesave që të shëron ty. Dhe as ta jep mbarsinë, dhe as fatin, dhe as gëzimin, vetëm se Allahu xhelle xhelal që është krijuesi këtyre krijesave. Shko ku duash, në për xhamia të shenjta, në për kisha të shenjta, të ashtu quajtura të shenjta, se të shenjta kanë bërë njerëzit, ato nuk janë të shenjta, domethënë xhamiat apo kishat apo vendet të shenjta apo tyrbet apo varret ku janë varrosur gjoja njerëz të mirë. Jo. Shërimin vjen vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë, po pse sa herë vjen muaji i Rexhep nuk na shkon mendja pikërisht te kjo? A e dini pse? Sepse është ajo fjali Ibn Abbasit që sa herë vdes një sunet, vendin e sunetit kush do ta zër? Njërisi. Atëherë nuk na shkon me një as te Ebu Talibi. Ebu Talibi ka vdek pa besimtar, por kjo është një lloj forme që neve na bën që sa të afërm tan rrezikojnë të vdesin sot apo nesër në mosbesim apo në devijime të ndryshme apo në besytni të ndryshme. Sa dush kemi valla. Në rregull. Po ashtu historia e Isras Mirajit në vitin e 90 të pejgamberllëkut. Kemi vdekjen e Nexhashiut,
mbretit sundusit etiopian, i cili kishte pas qenë krishterë dhe pranon islamin. Në vitin e 9 të Hijretit, nga fundi jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vdes ai mbret, jo mbreti i parë që kanë bërë për shpëngurë, mbret tjetër mas atit, ai e ka pranuar islamin faktikisht. I mblell të gjithë shokët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që t'i falin namazin në mungesë, namazin e xhenazës. Pse? Sepse ati ishin në fjalë shumica krishterë, nuk ishin ritet fetare që kur vdes njëri me fjalë i musliman, i ashtu i falë xhenazë, nuk i kanë krishterë ato. Janë muslimanë ato që kërkojnë falje të Allahu xhelle xhelalu për besimtarin e tyre. Atëherë s'kishte kush e falte atje, i mlodhi shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çfarë? Për ti i falë namazin e xhenazës atij. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon unitetin, vllazërinë dhe solidaritetin që ka dash të tregonte edhe të krijonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e shoqërisë islame. Realizimi i vërtetë bëhet në këtë lloj forme, gjë që ne merremi me net mira, që janë fundi janë të trillume, mundësisht në disa xhamie edhe fillon dhe kërcejnë. Ka prej xhamie në botën arabe, vallahi Zoti na ruajti bin edhe violinës në xhami, domethënë duke madhuru Allahun subhanahu wa taala. Disa të tjerë me fjali bin aty ne. Pra nuk ka më dallim ndërmjet disa feve të tjera që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, dikush me kitar, apo dikush me organo, apo dikush me fjalë me mjete të tjera. Deri ka shku çështja aty sa unë vetë kam dëgjuar, kanë pyet, por edhe kanë pa në raste të tjera, kanë thënë o hoxh, a lejohet muzika? Nëse nat muzikë mi fjalknot me vludi Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra don të justifikoj çështjen e muzikës sepse mi fjalë po lavdërohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imagjinoni se çfarë bën shejtani me ignorancën e njerëzve. Imagjinoni se çfarë bën njerëzit kur nuk lexojnë dhe kur nuk kurojnë vetveten e tyre për të pas një fe të pa devijuar. Nëse njeriu çështjen e muzikës e ka siklet ose e ka me fjalë fitne, e ka sprov, dhe për momentin ai me fjalë është i pagatshëm, nuk ka vendosmëri që të largohet përfundimisht nga ajo muzikë, atëherë ai është në çështjen e Zotit, Zoti e fal ose jo, Allahu e din atë punë. Por ta bësh muzikën halal, këtu është problemi. Pra të gjithë ne bëjmë gjunahe. Njëri bën këtë, njëri bën atë, njëri bën atë, dhe gjithë shpresojmë pasaj që Zoti na fali. Problemi s'është ky. Problemi është që ti kërkon që ta bësh halal atë haram sipas dëshirave dhe interesave tuaja. Atëherë a din çka thonë ulemat e akides për ato persona të cilët e din që diçka është haram dhe për qëllime personale duan ta bëjnë halal, thotë këtë çon kufër, këtë çon në mosbesim. Atëherë ti nuk din të rush fen tane. Deri këtu ka arrit çështja e muslimanëve. Deri këtu ka arrit çështja e besimtarëve dhe pastaj thuhet me fjalë valla këto mësime kemi gjuar disa herë, ku di un në ma diçka 3 me i fjalë. Çfarë do të marrim 3? Të bim një natë, janë 3 netët e mira, të bim një natë 4? Apo me i fjalë, kur të vi hana me vlutit me i fjalë, mundësisht ta bëjmë 2 muaj rresh, jo vetëm 1 muaj se nuk mjafton. Jemi shumë mangët ne në dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni se çfarë bëhet sot në botën islame, kur thuaj që o zotni, shko dhe ndiqe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shikoj e mirë se çfarë ka vepruar ai, në mënyrë që ta veprosh dhe ti mos shkosh mas devijimeve të ndryshme. Ai ta kthen duke thënë astaghfirullah, sa mrapa që je dhe sa keq që je. Ti nuk e don pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ti nuk e don pejgamberin sepse nuk e kënon me vludin. Ai që don pejgamberin e kënon me vludin. Imam Buhariu thot: "Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an qad umitat." Muslimani më i mirë, thot Buhariu, është ai njeri i cili e ringjall një sunet pejgamberit alayhi salatu wasalam, mas ai sunet ka vdek. Me fjalë është duk nga tek njerëzit. Ky është njeriu më i mirë. Ky është ai që ka dashur me të vërtet pejgamberin alayhi salatu wasalam, sepse nëpërmjet ringjalljes së sunetit ti çfarë? Ke minimizu rrezikun e devijimit të njerëzve nga feja. Pse devijojnë hebrejt që i futët? Pse devijojnë krishterët? Se nuk i ndoqën ashtu siç duhet këshillat dhe urdhrat e Isait alayhi salam, pejgamberit Allahut xhelle xhelalu. Edhe gjithse kush me interes të vet, ashtu dhe shumë prej muslimanëve me dëshira dhe interesat e veta, shkon deri aty sa problemi nuk është vetëm këtyre njerëzve që janë të devijuar. Problemi është dhe ne që nuk luftojmë për këtë lloj devijimesh.
Ne s'po themi të hapim llogore të luftës, edhe të shpallim luftë me fjalë njerëzve. Jo, shkojmë dhe të këshillojmë tek e mira. Mi thonë që kjo nuk bën. Sa herë mi fjalë vjen çështja e Rexhepit apo vjen mi fjalë probleme të tilla, ne i themi shiko, suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam kështu. Ndodhi tjetër në muajin Rexhep. Çfarë ka ndodhur në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Në vitin e 9 apo 10 të Hijretit ka ndodhur lufta e Tebukut. Sakrifica më e madhe jo vetëm në distancë, por edhe në përgatitje, në pasuri, në të gjitha e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam për të bërë gati me luftu me kë. Nuk ishe më luft me fisa arabe, me fel 1.000, 2.000, 3.000 vetë. Të luftosh me perandorin bizantine. Aq numri i pakës sa ishin, u nisën. Çfarë është kjo lloj ushtrie që vdesin njerëzit rrugës nga që nuk kanë mjet udhëtimi për me hyp sipër. Ec, ti je më i fuqishëm sa unë, mi fjalë, e kalon distancën e shkretirave, ama unë ec, kam dalë për Zotit, këputem rrugë vdes. Ai tjetri mi fjalë nuk ishte se çfarë të mbathte te këmbët e tij, kputç domethënë, ose çorape mestet të lëkurës për me ec për shembull. Zbath. Gurelecët e shkretinës për shembull kështu më radh, e çanin këmbët, ajo pastaj mi fjalë dilte gjaku, bonte plagë kështu më radh, ai s'kishte kthim se je nis për diçka tjetër duke ec, edhe ky u kpuste dhe vdiste. Çfarë ushtrie që nga kjo? Është ushtri me shpirt dhe me zemër. Për t'ju bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me çu në vend fjalën e Zotit. Pse nuk na shkojnë në mend të lloj sakrificash që do thotë se sa herë të vi muaj Rexhep, a jemi ne të gatshëm të sakrifikojmë ashtu sikur sakrifikoi pejgamberi alaihi salatu wasalam edhe sahabët e tij për punë kaq të mëdha? Për çfarë na duhet sakrifikimi? Të vi muaj, festojmë natë mirë, ta gjërojmë fjalëditente, fitojmë xhenetin, morim dhe 70 vetë me vete. Pse duhet ne sakrificat? Pse duhet me shku në Tebuk? Pse duhet me pas se kush vdes në shit nga familja jonë? Le të vdesi. Mjafton që unë jam i udhëzuar. Pse duhet domethënë, është ajo që kam thonë në zemanin me ndikur. Dy gjëra janë. Ose jetën, dynjan, dhe ja përshtasim Islamit, ose Islamin dhe ja përshtasim dynjas. Nëse s'ka dallim, tek ndonjëri për ju që shpjegoj, nuk ka problem. Islami dhe dynjaja. Ose dynjan dhe ja përshtasim Islamit, ose Islamin dhe ja përshtasim dynjas. Që do të thotë, nëse dynjan ja përshtasim Islamit, atëherë do të thotë, unë do të jetoj në jetë islame pavarësisht nga sprovat e ndryshme që më vijnë. E rëndësishme është që unë mos të devijoj dhe të kryej adhurimin ndaj Allahut xhelle xhelalu. Kjo është një fjalë kryesorja. Kjo është dynjaja, vjen Islami. Islami ka urdhra të ndryshëm, ka agjërim, ka namaz shumë rrallë. Dhe ja përshtasim dynjas, kjo është jeta ime. Më përshtatet, shiko, s'po falem mirë sot. Këtë vaktin po e çoj kaza se e fal më vonë. Këtë ditën e agjërimit po e le se ka kohë tjetër mas Ramazanit më agjëru. Ja përshtas Islami në fjalë jetës time, ja. A e dini që nëse ne faktikisht në shumicën e rasteve nëse ne mjaftohemi vetëm me këto netet e mira kështu me këto hanët e me vludit e me ca dikur jepni shurup me fjalë të ndafiri që s'ka më na ka marr malli faktikisht për atë lloj shurupi sot japin ashtu llokume sherbet ku diun japin ca gjëna kështu edhe mirë është mashallah vjen xhami han një llokum dalim i xhiro pimi kafe erdhi prapë namaz shkojmë prapë në xhami erdhi diçka me fjalam se na dolën namazi kaza inshallah e falim prapë me fjalë ku ka jetë më të mirë edhe islam mbaroj veti. Pejgamberit alayhi salatu wasalam, çfarë i tha e gruaja në zemanin me radhën e kaluar? I tha ilejka anni, ik, largohu prej meje. Nuk ka godit ty ndonjë fatkeqësi sikur ka godit mua. I kishte pas dek një fjalë familjarët prej familjarëve të vet. Ajo se dinte që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishin vdek 6 vet nga familja vet, dhe jo 1. Nuk është anku asnjëherë. Syri loton, zemra mërzitet, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Por nuk themi vetëm sa atë me të cilin kënaqet Zoti ynë. Ky ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj dhe medreseja e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë e tillë që medreseja e profetit ku ka qenë me Ramabeti? Xhamia. Si ka qenë xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Ardhuhu min ar-rimal wa saqfuhu min an-nikhal. Tapete që kemi ne sot ka qenë rënë. Kurse ajo kupola sipër, atëherë ka qenë palma. Walakin kharraja ar-rijal, por kanë nxjerr burra. Sot
me tapete të mira. Kjo xhamia jon faktikisht nuk ka kondicioner, do bëjmë kërkesa që të vinë kondicionerët me fjalë, mundësisht vëmë kondicionerët. E ku diun ti plotësojmë kushtet që të gjitha, ke parasysh ti, mirë po çfarë? Shtim i një numri fiktiv. Numër fiktiv, domethënë ka shumë musliman, thot imami wala dallin 200 vet mbrapa. Amin. Kënaqet kur e ngjon për momentin. Për çfarë në gjendje të bëjnë këto musliman me njëri tjetrin? Shumica si japin selam njëri tjetrit. Shumica me fjalë nuk duan ta shohin njëri tjetrin në sy. Shumica me fjalë një pakicë atje thot inshallah vjen hëna me vludi se u ngordha për baklava, ngordha për sherbet, ngordha për shurup. Një tjetër thot me fjalë që o Zot na maj kështu se mirësi mas mirësie, jemi duke notuar në detin e mirësive të Allahut xhelle xhelalu. Nuk i dum sprovat, nuk i dum sakrificat, nuk i dum vdekjet, nuk i dum problemet, nuk i dum sikletet. Pse duhet me na sprovu o Zot na maj kështu? Zoti do të sprovoj. Mirë po e dini që pjesë e sprovës është dhe a do të qëndrosh në fe i drejtë apo me devijim apo jo? Këtë nuk e çojnë shumica muslimane ndërmend. Kujton se sprovat është thjesht me një fjalë që Zoti të merr pasurinë edhe mirëpafshin, apo Zoti të çon një smundje, apo Zoti të çon një vdekje. Sprova më e madhe që të çon Allahu xhelle xhelalu është se a do të ndjekësh ato hadithe të sakta dhe rrugën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, apo do të përfundosh si shumë prej njerëzve të cilët nuk arrin do ta kalojnë sprovën dhe bin pre e opinionit të njerëzve. Nuk e ardh sot te xhamia me bë me vlut, astaghfirullah, po ku ishe me Allah? Ku ishe me vludi Resulit alayhi salatu vesselam? A dini se çfarë ka ndodhur në disa qytete të Maqedonisë? Wallahi billahi ka thënë me fjalë për me shkuar në xhami. Çfarë vlen ty namaz? Po ti s'ke bë me vludi për shkoj me fal namazin. Me vludi mbi namazin. Wallahi është e vërtet. Me vludi mbi namazin. Do thot në njëri për jush, por nuk ka një rrezik të madh çështja me vludit që ti je duke përmendur. Jo. Nuk është problemi thjesht të një fenomen që quhet me vlut apo të një fenomen që quhet natë mirë, jo. Problemi s'është këtu. Nëse ne do të kapemi në sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, pasha Allahun nuk do të kemi më mundësi të bëjmë punë të tjera. Do kemi më mundësi të bëjmë punë të tjera. Pse? Sepse është aq i larmishëm dhe aq i gjerë sa vetë pejgamberi sa nuk i ka zbatuar të gjitha. Vetë profeti sa nuk i ka zbatuar të gjitha. A nuk është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam i cili thot agjërimi më i mirë është agjërimi i kujt? I Davudit alayhis salam, që agjëronte një ditë po, një ditë jo, se ka agjëruar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A nëse ti vjen sot dhe don ta qirosh me një fjalë, të gjitha llojet e formave do shtrëngosh veten, nuk është nevojshme. Abdullah ibn Mas'udi transmeton Ibn Abi Shejbe që nuk agjeronte asnjë lloj dite tjetër përveç Ramazanit. Por lexonte Kur'an shumë, ose jepte sadaka, ose shkon në luftë për hir të Zotit. Pra nuk është kusht, nuk i bën dot Allah, jo nuk kusht, por nuk i bën dot të gjitha veprat. Kur nuk i bën dot të gjitha veprat, por të paktën mundohu që masi ke bë farzet, obligimet, detyrimet që kanë ardhur, të mundohesh të kapes në sunetet që ti ke mundësi të veprosh dhe edhe nëse janë të vogla, s'ka problem, të jenë të vazhdueshme. Të jenë të vazhdueshme sepse ato do t'i kesh kapitalin tënd në ditën e gjykimit. Për ndryshe me fjalë, ti kujton, sikur erdhi ai tek sahabiu që i tha i fali 2 sunete të sabahut dhe mas suneteve i fali edhe 2 tjera. Adhurim është, ka një problem? Në logjik, ka problem? S'ka problem. Edhe i tha i sahabiu, i tha me fjalë, çfarë duke po? 2 janë sunetet e sabahut, s'ka më fal më tjetër. Rri aty, bën një gjë tjetër domethënë. Si imagjinoni logjikën e njeriu. Atakhafu an yu'adhibani Allahu azza wa jalla bil ibada? Ti mendon se mu do më dënoj Allahu xhelle xhelalu pse unë jam duke adhuruar atë? Ka logjik më të pasur se kjo? Si ja ktheu sahabiu? Inni akhsha an yu'adhibaka Allahu azza wa jalla bi tarki sunnah. Un kam frikë se Zoti do të dënoj, jo sepse ti don të adhurosh Zotin, por sepse ti don çfarë? Të lesh sunetin. Pra jo sunet që është me kruz, që e thamë shpar në fillim, jo, të zëvendësosh pra sunetin, të lesh një sunet dhe të sjellësh njërisi. E ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Jo, mos e veproti, marrë mohabeti. Pra nuk është puna se ti ke dëshirën që e mirë, Zoti ta vlerëson ty, për punën e risin nuk ta vlerëson. Tu është problemi. Vjen një person në namaz, ka qenë Abdullah ibn Mas'udi ngjit me të, dhe kur e kënon te jadni thot,
ashhadu an la ilaha illa Allah, mos sa çfarë do themi? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apo jo. Ai nuk u mjafton me kaq tha. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Dëshmoj se s'ka të adhurim tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu, ai është i vetëm dhe nuk ka ortak. Tauhid, Allahu akbar. Njësim. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Mos e marrë namazit Abdullah ibn Mas'udi. Ajo që thesh është sakt, por jo ashtu si e bën ti. Ne e dim që Zoti është i vetëm dhe s'ka ortak, por në këtë lloj forme se ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni si kanë ndërhyrë sahabët deri në gjërat më të vogla që ne nuk i japim rëndësi. Wallahi nuk i japim rëndësi. Thema se dy fjalë pa adhurim është funit të burr. Ore Zotin tim janë duke adhuruar, Zotin tim janë duke më adhuruar. Rini mos i fryni kaq shumë të gjëra. Rini sakfirullah se bot fen gusht fare, e bot fet haram, e bot fen bidat. Këto janë fjalë që qarkullojnë. Wallahi këto janë fjalë që qarkullojnë. Por në të vërtetë nuk jam as unë, as ti dhe as i tjetri që ndoshta thjesht po keq kuptohemi, jo, s'ka lidhje me keq kuptimin. Ka lidhje që ne nuk i dim të fjalët e sahabëve të mëdhenj, fjalën e Ibn Umerit, fjalën e Hudhaifës, fjalën e Abdullah ibn Mas'udit këtu, e plot fjalë të tjera të sahabëve që gjëra nga më të voglat nuk kanë leju. Nuk bën. E ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos e veproi as ti. Një pyetje tjetër. E morën vesh se çfarë janë devijimet dhe morën vesh se çfarë janë rëndësit. Mirë po. A kemi në këtë lloj gatishmërie që kanë pas sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta ruajtur fenë e Zotit të pastër dhe pa devijime? Këtu është një problem tjetër. Pra ti kujton se je i pastër vet dhe i tjetri domethënë është ngabim dhe nuk shkon me këshillu. Kjo ka qenë cilësia e xifutëve, hebrejve, të cilët kur shikonin ngabim një person, shkonin dhe këshillonin. Kur shikonin për dytë herë me fjalë, ose përtonin, ose kishin interes me të, ose kishin biznese kush më radhë domethënë atëherë, ama një herë, dy herë mjafton me fjalë edhe kjo ka qenë një nga shkaqet e devijimeve të tyre, të hebrejve. Ne e kemi detyrë që ta ruajmë këtë fe në vetveten tonë, në familjen tonë dhe në të gjithë njerëzit. Po, jam dakord që mënyrat jetë e mirë, mos të hapet luftë njerëzve, sepse kur i hap luftë vend që ta afrosh, do ta largosh akoma më shumë, do luftoni kështu më radhë. Jo, atë që ka zbatuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gabime të tilla ka pasur në kohë pejgamberit alaihi salatu wasalam. A ishin ato tre persona që shkuan në derë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të interesoheshin për ibadetin e tij, nuk ishte aty dhe i ka dhënë xhavap Aisha. Kanë pyet për agjërimin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të vazhdueshme agjeronte. Kanë pyet për namazin, ai u çonte falë namaz natë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur çohej të falte namaz natë dhe agjeronte vazhdimisht, do thotë që një pjesë të mirë të jetës së tij nuk qëndronte me bashkëshorten e tij në krevat dhe as me familjen e tij, por adhuronte Allahun xhelle xhelalu. Atëherë sahabët me drejt thanë, ja, jemi shumë mrapa. Subhanallah, ibadeti pejgamberit me ibadetin ton, jemi shumë mrapa. Njoni për ty në tha, unë da gjëroj ditë për ditë, nuk ka më shkëputje. Tjetri tha, unë do qohëm natën deri në sabah nuk flema. Othmani ibn Mad'uni tha me i fjallë, unë s'do martohem fare. Për që do martohem, do bëhem me fmi, do filloj familja, do filloj kjo. Ma mirë mos u martohem fare, vetë të madhuro Zotin. Erdi pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe u tha, ma balu aqwamin qalu këdha wa këdha. Çfarë janë këta njerëz që thanë kështu dhe ashtu? Ç'është ky muhabet domethënë? Fe inni anamu wa usalli. Unë vërtet falem për edhe flegjum. Po është u agjëroj dhe ndërpres. Wa tazawwaju nisa, po është u dhe martohem. Fund fare nuk e la më kaq thot, fa man raghiba an sunnati falaysa minni. E kush largohet prej traditës time, kush largohet nga rruga ime, kush largohet nga suneti im, ai nuk është prej meje. Një pyetje tjetër. Suneti tham neve është dy llojesh. Sunet që ka përballë me kruhin, pra kur len diçka që është e pëlqyeshme dhe ti nuk e zbaton atë me fjalë, nuk merr gjuna. Dhe suneti që ka kuptimin tjetër që ka përballë devijimin. Nëse len këtë sunet me fjalë vjen devijimi më një herë. Në këtë hadith çka ka dashur me tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam? Atë sunetin e parë apo sunetin e dytë? Për këtë nuk japim sot ne rëndësi. Për këtë ne sot nuk japim rëndësi për devijimet e ndryshme, duke menduar me fjalë janë të mira. Ai tjetri çfarë tha? Do ta ngjoj hutbën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jashtë në rrezet diellit në vap për me tregu sakrificë, adhurim.
I thot pejgamberi se çka ka ai robi që rrin atje? Do më nit kështu, vetë futet brenda. Ka hije, tulet. E ka ndalu, edhe këtu në tjerëve ka ndalu. Madje, nëse dikush do thot mi fjalë, këto janë gjëra që i ka qortu pejgamberi alayhi salatu wasalam, por qortimi faktikisht është thjesht qortim edukate, domethënë nuk kanë bërë në gjë të madhe, ja. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë Uthman ibn Maz'unit, ittaqillahi ya Uthman, ki frikë Zotin o Uthman. Mos i bë këtë punë, sepse miku kur të vinë në shtëpi ka hakun e vet. Kur të vi miku, ti thosh jam me gjinim. Bujrëm pi kafe, të shi, vlla më bo Allah, po unë du me shku, se do adhuroj Zotin tim. Wa inna li ahlika alayka haqqa, familja dhe gruaja jote do të thonë, kanë të drejtat e veta, dhe ato që ti duhet me qëndru me ta. Por dhe ti ke të drejtat e trupit ta, me fjalë. Agjiron gjithmonë përpjesë do të marrë trupin në formë. Si në formë i fjalë, më shkojmë po servitë, jo. Ti je i fuqishëm dhe i zellshëm që kur të shkosh të kërkosh rrezikun për familjen tënde, çfarë? Të punosh me fjalë i zellshëm, për ndryshe do kputesh edhe joja se duke madhruar Allahun xhelle xhelalu. Nuk e don Zoti këtë lloj adhurimi, kur ti nëpërmjet adhurimit lën pa çurriskun në shtëpi. Ka dobi, ka dëme nga më të ndryshmet, që sahabët për shembull për momentin nuk i menduan, por pejgamberi alayhi salatu selam janë ndaloi. Mesazhi çfarë është? Sa herë të vi një muaj kalendarit hënor, do të mbaroj Rexhepi. Vllai, mashallah, kur thashë në cilin muaj të kalendarit hënor gjendemi, më një herë gjeti thash Rexhep. Në rregull. Cili muaj vjen mas Rexhepit? Po mos vërtisni valla. Mos vërtisni. Vjen Shabani. E ditëm që vjen Shabani? Kur të vi Shabani, unë hoqja përgjegjësinë time, më pyesni çka ka buvakimi i fen Shaban, me një Shaban. Unë kam zakon lajmëroj faktikisht me një fjalë, ku kam mundësi, qoftë në hutbë apo e rëndësishme, unë hoqja përgjegjësinë time. Pyet çka ka ndodhur me fjalë në muajin Shaban? Të mundom edhe ti bëjmë dhe në ato që ka vepruar pejgamberi alayhi salatu selam, dhe mos shikojmë mas hadithe të trillume dhe të shpikura, për ndryshe rrezikojmë devijimin në fe, edhe pse i themi vetes musliman, edhe pse mund vendosim në takije të bardhë në kokë, apo falim namaz, apo tregojmë të përqendrueshëm me fjalë. Ky Ali ibn Abdullah ibn Jahdam ka pas qajt namaz, mirë gënjente për hir të Zotit. Ndërkohë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Kush gënjen në emërtim me qëllim, atëherë le ta përgatis vetë vendin e tij në zjarrin e xhenemit. Çaj sa dush namaz. Ke gënjur në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ke neglizhu në devijimet me fjalë fe, atëherë gjithse kush i man përgjegjësinë e vet. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na tregojë të vërtetën dhe të drejtën ashtu siç është dhe pa devijime, edhe na bashkojë zemrat tona, ta marrim këtë fe ashtu siç duhet. Fjalën e fundit jet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin.